Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini të Dangeli Politik. Për bëj këtë video miq të dashur, sepse e pash një replikë të një, nuk po di është gazetare, është politikane, veç me të rajt, nuk po ja di emnin, po mbi emnin pas ka Berisha, ka një farzoje, bravo i koft, e bën një kritik shumë tamam kritik me vend. Po mas mirë ti miq, shkojmë të dëgjojmë, të diskutojmë së bashku. Një qitaku të të me asit sfit vetit, me gucu, me reagu kundër zotit Lështaku. Që zotin Lështaku, një deputetet të kuvendit Kosovës, pati zgjedh me krahasu si person që punon në një shtëpie publike. Nëse nuk ekziston një prokuror që guxon sa me Lështakut, kryetarit të Skënderajit, me lëshu urdhëra. Kjo është shumë e vështirë miq, nëse Vlora Qitaku nuk guxon, ka frikë prej Sami Lështakut, një prokuror, nëse ka si mas kësaj zojes, nuk ka guxim me shku në Skënderaj, e du me prit 4 orë, masit kryet krimi me shku që me e thonë miq. Po shkojmë? Atëherë, unë nuk e kuptaj pëse do të më pas sistem drejtësisë, sepse nëse që kaq nuk mundet me bo, pëse ai person e meriton dekretin e prokurorit. Është e parëshyeshme me qenë dikush prokuror, një person të gjakosur, mas me konsideru që ka vepër penale që një kryetari komune e ka gjakos një person. Është absurd. Kjo është absurde, kjo është merë miq të dashur. Me të vërtet, mos me shku policia, me shku mas 4 ore, prokurori me dhonë urdhër, me shku mas 4 ore, ku në secilin në vend demokratik, s'po dalë në botë, po folin në Evropë, policia vanohet 1-2-3 minuta maks. Edhe binë aty. Kurse në Skënderaj mas 4 ore, këta është kogjani, kjo është problematik për Kosovën. Për sytë bazë miq të dashur, kjo është problematik. Po me gjithat shkojnë miq? Unë as nuk duat mendoj, edhe nuk du me pas besimin kaq tull në sistem të drejtësisë, sepse nëse e kemi besimin kaq tull, atëherë kë nuk është mendimi im, po atëherë do duhet vihet në përfundim që Uleksi nuk o dasht kur me lëshu rastet e ndjekjes penale në Kosovë. Kjo zoja ka shumë e vend, sepse nëse niveli është kaq i ulët i prokurorisë edhe i policisë, mos me guxoft me shku, sepse është një person atje i fort, një shëplakgji, ose bokser, ose gotagji, ose telefonagji, i rejnë njerëz me kësisane, edhe mos me guxu prokurori me dhonë urën me shku, për bes kjo është kogja një problem. është problem, miq të dashur. Sepse mbi ligjin s'është askush. Ligji është mbi gjithë. Për këtë punë po punojna. Na kem një miq të dashur, edhe e votues të PDK, se LDK se pa marrë parasysh, në gjithë kemi qef Kosova me konë sikur Evropa. Por policin nuk i respektojmë sikur në Evropë. Policisë i thojmë kush je ti. Unë jam këtu. E me këto sjellje, me këtë gangsterllak, nuk jetë në Evropë. Edhe asnjëherë nuk mundëm më bo sikur Evropa perëndimore. Sikur Evropa, Bullgaria, Rumonia, Hungaria, Greqia, po, Shqipnia, Maqedonia. Ku korruptohen politikanët, ku korruptohet policia, ku korruptohen doganierët, po. Këto po. Po, sikur Norvegji, Skandinavi, Suedi, Danimark, Gjermani, Zvicër, asnjëherë. E në Londë, në Austrije, po mos i marrë ranë një ka një. Asnjëherë. Me gangsterllak jo. Kështu që shkojna miq, për këta u detyrova me bëj këtë video se më pëlqej shumë analiza e kësaj e saktë, me fakte e jo pa fakte. Edhe jo me urrëtie, po pa urrëtie edhe drejt. Shkojna miq? Po ajo çka unë nuk isha pajtu me bashkëfalësit mas partë, unë mendoj që duhet me jep peshë. Edhe duhet me jep shumë peshë publike kësaj teme. E mediat të bojnë këto me jep peshë, për shkak që kryetari... Amo Berisha më doket, mbi emrin, po i drejtona si Berisha se s'po di kush je, respekt për ty zoj. Ai kur zgozon
prokurori, policia, cilat media? Po cilat media ki fjallën? Është problem. Po folit, çka po ndëgjojmë, çka po shifet. Se në këtu pejostës nuk muna me ditë çka po ndonë saksisht atje. Deri dikun po saksisht jo. Por ndryshe, na po i diskutojmë këto çka po ndëgjojmë, këto çka po ndijmë. Skënderajt nuk është një person i zakonshëm. Edhe nuk mundet mu konsideru si temë dytësore fakti që zotin Shtaku ka vendos me qëru hesapet në formë fizike. Në anën tjetër nuk pajtona që zotin Shtaku nuk i beson sistemit të drejtësisë. Sepse unë besoj që sistemi i drejtësisë do të edhe këtu novkat Sami Serbia edhe të tilla që i kish adresu. Ajo që unë mendoj është që asnjëna prej partive politike nuk dojnë që këto raste më përfundu në gjykat. Brava. Unë miq të dashur, nuk pajtona me asnjë parti, me asnjë person në të cilat shkojnë me këtë gjuhë. Na pe Serbisë jena dalë një herë për gjithmonë. Sot më që me ofendu dikon mi thonë Albin Serbia, mi thonë Ramush Serbia, mi thonë Sami Serbia, Hashim Thaçi Serbia, nuk shkojnë të sare. Mirë po miq të dashur, këtë gjuhë e kanë gjitë opozita. Këtë rretje e ka pru opozita. Pse? Sepse mi thonë një kryeministrit në parlament, kur ish PDK-ja në pozit, i theke Ramushit, i theke Albinit, ti e Sërb, Albin Serbia, ti shkon në Cërnagore. Do më thonë, spjegoni mirë kush e ka pru këtë rretje, sepse PDK-ja, AK-ja, LDK-ja, Nisma, thonë që kjo orë për Albin Kurti. Jo, jeni ka gënjeni. O rretjen e keni pru jo. Këta Serbia e keni pru jo. Jo Albin Kurti. Gjonë një video dikun, që Albin Kurti i thot dikujna ti je me Serbin. Se unë për veti se kum po. A se kum dëgju. Nëse dikush nga ju e keni dhe ma bëni një video që Albini i thot Ramush Serbia, Sami Serbia, Thaçi Serbia, Nisma Serbia, Lima Serbia, apo Lumiri Serbia, bloni për këj falje. Po nuk e besoj. A dini pse? Nuk është gjua Albin Kurtit kjo. Sepse Albin Kurti ka tema, ka debat, din me debatu, e nuk e shpraz mlefin nda juj me fjallë tëllta. Këto fjallë, këtë mlef, e ka opozita. Edhe opozita, regullisht, sidomos Samir Shtaku edhe Ramush. Me këto sene nuk shkon, nuk mund e marrë vota, po i bëjë thire piktuj, si ty Samir Shtaku, si Ramush Haradinit. Leni këto shpifje, leni këto rana vlla, kalzoni pollit qa keni bo, qa keni me shku për para, me quat vend për para, në regull jem, diskutojmë, qëto tema i diskutojmë. Ama sot, 2026, lufta u kryna 99, mi thonë një unë tjetërës, ti e me Serbin, për bes kjo është turp. Për menimin tem, për bes kjo është turp. Po ja që me që turpis për me të ka kërkon. Shkojnë amish? Sepse gjitha e përdorin standardin e njëjtë komunikimit. Mendoj që është seriozisht tepër nënçmuese nga secila palë kur argumenti i këtyre kryesor janë akuzat që njëri tjetrin e akuzojnë për bashkëpunim me Serbinë. Bashkëpunimi me Serbi nuk kupton tradhti kombëtare, është akuzia jashtëzakonisht e rëndë. A kjo miq, unë nuk e di, as Ramushi, as Samia, as kush do të qoftë që e thot këto, ti e me Serbinë, ti e bashkëpunëtori i Serbisë, në çfarë kuptimi? Në çfarë kuptimi, vëlla? Njeri kur punon me Serbinë, nuk jam merr 70% tokës aty. Kur jo që keni luftu, e keni lënë, as ju ka interesu, absolut. O kun kufin në urtibrit, Samir Shtaku, në urtibrit e kun kufin, Allah. Ramush Haradinaj, në urtibrit e kun kufin, Allah. Qësh po keni ftyrë Allah me thonë jetë me Serbinë? Po në shpedi ku për merë këtë analizë. Apo këtë qemën.
S'po i kuptoj vëlla. Kjo është akuzë e rënë vëlla. Unë as juve s'pajtona me thonë kërkush me Serbinë mos e bëj zot. Edhe pse keni në kufinin në Urtiprit. Ju du të me ditë për faliminer, për bes, Ramosh Haradini, ti një, Samir Shtaku 2, ose për marrë me parti, PDK, AK, LDK, Nisma, ju du të me ditë për faliminer e blinkur të vëllo. Që ishtë lërejmë Mitrovicën cep o cep, mas lufte. E lërejë vëllo, me laps. Kur thëjna, jo me luft, me laps. Me luft, e këni shëllu ju. Bravo e kuft, kretë Kosova. Po ju si komandanta, po ju marrë shamull juve. Por ju e harrut. E latë mu këthy dhe në Urtiprit, e Albini me laps, e që atje ku kom prap. Tash në bërë me jahu meritat tina. Qysh nes për jahubëm juve, edhe këti gjëra me jahu meritat e vlase. Nuk o punë gjënaj këtu, po nuk bërë me jahu meritat, se meritat doken. Nuk o punë gjënaj, se nuk o metë për gjënaj bin kurte që me thonë qella, mërë sta, hajtë, se gjëna. Jo, kë me laps, me njerës. Shkojnë amiq? Por ajo nuk o bo veç për një partije. Duhet me tekstu, nuk o bo veç për një partije. Jo. U bo për shumicës së partive. Por ajo çka duhet vetëm edhe këtë, do thëtë Zotë Lushaku nuk është hera e parë që po futet, që është temë e diskutimit në kohë të zgjedhjeve. Për mu, na edhe atëherë në këtë studio e kemi diskutu, për mu ka qenë jashtëzakonisht vulgare, e pa vend, e parsyetueshme fakti që Zoti Lushaku, një deputete të Kuvendit Kosovës, pati zgjedh me krahasu si person që punon në një shtëpie publike. Kjo ka qenë akuza ma... Këtu e ka misë dashër kër i ka thonë Adriana Matoshit, mëse do më thonë e thash, kër i ka thonë, Petrin që i ka thonë, s'po du me përmenë se është gjuhë e ultë me të vërtet, po pëndëgjoni këtë që po thotë. Shkojnë? Më e madhe që na i herë ju ka bon një deputetje grup. Dhe... Edhe askush nga PDK-ja, LDK-ja, AK-ja, nuk e ka bo një kundër akuz, me dalë ose një kundër ti me thonë, pse po thukë së është marrë. Po nisën për Vlora Qitaku, se edhe kjo nisë për Vlora Qitaku, Ganimete Musliju, e Musli përmeni me emna, e në parti tjera, nuk dur kush me thonë Samir Shtaku pse për thukë kështu. Po me gjithat miq, me gjithat jemi shqiptarë bre, nuk po me fëndu një tjetërin bre, ka qëron. Nuk më atë shtetë me ofendime, nuk shkuat në Evropë me ofendime. Po është absurde. Me të vërtet, politika jonë o ardhë në nivel qashtullt, sa që kretë po qeshe me neve. Inshallah mishtë të dashër, Zotë i gëzum, na qëtë në rrugë drejtë se përsit valet që shtë nuk shkohet. Të akuzu një tjetërin me knatë Serbin, ti me Serbi, runa zë. Mishtë të dashër, kjo është e vitja për sot, mire po shumë vitë radhës. Por edhe një miqë, mos harani, sot është dita funit e regjistrimit. Ju shalut për tokët e në qedhë, kush mundet sa ma shumë regjistronu e votoni. Nuk po i them ku me votu, se për mu dihet, lëvizjen vetë vendosje. Pse? Sepse një parti, s'po them si Albin, po një parti, apo një kryeministër, që menon për thminë e mi, në Kosovë, që menon për thminë e Nipa e Mesa, a i votohet. Amo jo për një kryeministër ose për një parti që menon veç për thminë vetë. Kjo është nga ona ime miqtë të dashur, edhe nërë ju përshëndes, anë e mban botës, shqiptari, respekt për secilin, pa marrë parasysh partije.